Marrëveshja e lëvizjes së lirë mes pikave kufitare të Vërmicës dhe Morinës nga 1 marsi ka pushuar së funksionuari për një periudhë 2 mujore. Gjatë kësaj periudhe, pikat kufitare të Shqipërisë dhe Kosovës do të punojnë me 8 sportele secila për të punuar të dhënat e drejtuesve të automjeteve dhe të udhëtarëve. Ndërkohë që situata, paraqitjet e qetë dhe drejtuesit e mjeteve pohojnë se nuk kanë pritur gjatë për të kaluar kufirin nga Kosova në Shqipëri dhe anasjelltas. Jo, këtë rregull, këtë okay. Kontroll me pas në ashtë është ma mirë për të sene në ashtë është ma kesë. Jo, në rregull, gjithçka. Jo, se me punohet. Për shmangjen e radhave punohet me procedurë të përshpejtuar si nga dogana e Kosovës, ashtu edhe ajo e Shqipërisë. Ndërkohë, gjatë fundjavave dhe festave zyrtare, lëvizja është pa kontrolle për automjetet me targa të Shqipërisë dhe Kosovës. Marrëveshja e lëvizjes së lirë të nënshkruar mes Kosovës dhe Shqipërisë në pranverën e vitit të kaluar, shmangu trafikun dhe lehtësoi lëvizjen kufitare gjatë sezonit veror. Pika kufitare e përbashkët Shqipëri-Kosovë përpunon numrin më të madh të mjeteve që hyjnë dhe dalin në të dyja anët e kufirit.